ato shkallë që jam u bën pale, hymë aty ke derë, jam pale, thira policinë, erdhi thirrë dhe zotnin, thirrën i më tënë, erdhi më të, dhe thanë këto shkallë mrena 10 ditëve do prishën. U prishën? Nuk u prishën. Jo, nuk u prishën. Jo. Ashtu si nuk u prish banese, nuk u prishën shkallë. Detyrova gjesha një zgjidhje ke një emision si është i ujë që e respektoj jashtë masën, në fund fare, është zgjidhje ndoshta për ne. Të shkojmë tek policia e Durrësit, të shkojmë në IMT, mbase edhe në bashki, të provojmë me kamerë. Ndodhemi në drejtorinë e policisë së Durrësit, aty ku zotëria para 2 viteve ka ardhur dhe ka bërë një kërkesë për ndërtimin komplet paleje pranë shtëpisë së tij. Ne do pyesim të plotfuqishmin e zonës. E pruna dhe IMT-ne, bone detyrën tate. Më këta erdhe IMT, që morë me vendimi për prishje. Ti janë në rregull dhe po këto thjesht duan me të ngjuh ty, më kupton. Kush tjera ba? Pas emisionit tak, thjesht duan me të ngjuh, kaq, s'ka asnjë lloj problemi. O zotri, shkoni ke IMT, a merrni takim atje, se atje gjeni rrugëzimi. Ja, okay. Mirë juve. Quë mërë benzinë. Marrë me 100 herë këtu dhe kam punu dhe me ato, ku më shpremtu që do t'i prish me të i për, se unë punoj ke ujësjelë si në Fatron, ku kena punu dhe gjithmonë, nga mund të i prishëm. Atëherë sot ka kalu 2 vjetë, unë ka marrë që ku ka qenë drejtori tjetër, me 100 herë, jo i herë, zgjidhje nuk gjete. Du i përgjigje, nga që kam me takfagu, du një përgjigje, kush është zgjidhja? Zotëria ka bërë një ankemim në mars të 2024-s, komisariatën në drejtorinë e policisë së Durrësit, e deleguan këtu tek IMT-ja. IMT-ja tani dërgon inspektorët, shikojnë vendin dhe morën proces verbal duke thënë që do prishet brenda 10 ditëve. Për shkallët, ajo jo vetëm që nuk u prish, pse? Të lutem më lër pak kohë që të shikoj kush është ankesa, kush është planifikimi që është bërë, sa kohë është lënë pa planifikuar, është nxjerrë apo jo urti i ekzekutimit që të ditë të jap një informacion të saktë. Sa është afatit lutem? 5 ditë. Nga marrë shumë herë këtu. Ma merë mjene që vetëm pa edhe përgjigje këtyre, se unë kur s'kam për të marrë, s'kam marrë dhe s'kam për të marrë përgjigje. Sapo kemi mbritur në IMT-n e Durrësit së bashku me zotin Arben Ziu dhe do ngjitemi sipër të kryejmë një takim me krye inspektorin e IMT-s së Durrësit, zoti Klajdi Lame. Pas muajit janë shkallët. Kemi pas një leje për prishje dhe nuk është prishur para disa vitesh. Një përgjigje nga ana juaj një? E kemi verifiku dhe kemi konstatuar një shkelje që janë shkallët që zotëria ka bërë. Është marrë një vendim prishje për pjesën e shkallëve, një vendim gjobe edhe pse kjo ka qenë me leje. Shkallët për arsye të mjeteve nuk kemi pas mjete, por është bërë si procedurë në vitin 2024. Ka kalu dhe si afat ligjori procedurës dhe duhet bëjmë një riplanifikim tjetër për prishjen e atyre shkallëve që ka dalë jashtë lejes së dhënë nga Bashkia e Durrësit. Shumë shpejt do ta riplanifikojmë dhe besoj do të japim zgjidhje në lidhje me shkallët e jashtë lejes miratuar. Një afat të afërt, besoj brenda 2 javëve, se kanë ato afatet kohore të vetat, do duhet të japim një zgjidhje që të jemi dhe mjetet e tjera që ta bëjmë të mundur ekzekutimin e. Të paktën me shkallët jeni i kënaqur që Po, ama kur të ekzekutohen, se kam 2 vjet e gjysmë që japim marrë. Derisa zoti Klajti këtë e dha deklarat përpara kamerës, nuk besoj se Zoti Klajti mund të jetë ndryshe si ai tjetri para që ishte para këtij, sepse unë kam marrë këtu e kam bërë si shtëpinë time dhe nuk u prishën asnjëherë. Bile zoti Klajti ja kujtoi që kam marrë diku nga fillimi i dhjetorit dhe bëni një urdhër gjoja 23 dhjetor do të prishte, kaloi 28 shkosha marrë. Tashi të lëm ditëve në vazhdim për zgjidhjen e problematikës. Faleminderit shumë. Pas 2 javësh të kryen procedurat, besoj vetëm atëherë kur të ekzekutohet. Edhe Klajdi Lame aty ka qenë, edhe kur i lanë me ndërtu, kur i ndërtoi, e lanë me ndërtu pavarësisht se bona kallëzimin dhe nuk u prishën kurrë. Atëherë